Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance ka mbërritur në Izrael në kuadër të përpjekjeve të administratës Trump për fuqizimin e marrëveshjes së armëpushimit në rrypin e Gazës. Pritet që gjatë takimit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, Vance ta nxjisë këtë të fundit për nisjen e negociatave për çështje afatgjata për dhënien përfundimisht fund luftës me grupin militant palestinez Hamas. Me Netanyahu biseduan një ditë më parë, edhe dy të dërguarit e Trump që ndihmuan në negocimin e armëpushimit, dhëndri presidentit Jared Kushner, si dhe Steve Witkoff. Vizita e tyre në Tel Aviv u zhvillua pasi Izraeli ndërmori sulme ndaj jugut të Gazës, ku tha se ishin vrarë 2 ushtarë të tij. Po të hënën presidenti Trump këmbguli se armëpushimi që hyri në fuqi 12 ditë më parë ishte ende në fuqi, por paralajmëroi Hamasin se do të shfarosej nëse shkelte marrëveshjen. Mediat e huaja raportojnë se Trump ka dërguar zëvendësin e tij dhe 2 të dërguarit në Izrael për të nxitur nisjen e bisedimeve për fazën e dytë kritike të planit të tij me 20 pika për paqen në rrypin e Gazës, që parashikon krijimin e një qeverie të përkohshme në territorin palestinez, dislokimin e një force ndërkombëtare stabilizimi, tërheqjen e trupave izraelite dhe çarmatosjen e Hamas. Vance, Witkoff dhe Kushner gjithashtu po përpiqen që të sigurohen që faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit, që bazohet në fazën e parë të planit për paqe, të mos dështojë. New York Times ndërkohë citoi zyrtarin amerikan që u shprehën të shqetësuar se kryeministri izraelit mund të braktisë marrëveshjen dhe të riniste sulmet ndaj Hamas. Netanyahu shprehur se me Vance do të diskutojë sfidat e sigurisë dhe mundësitë politike, ndërsa bori me dije në parlament se forcat izraelite hodhën të dielën 153 ton bomba ndaj Gazës në kundërpërgjigje të sulmit ndaj trupave të tij në territorin palestinez. Por kryenegociatori i Hamasit Halil al-Haya këmbguli se grupi i tij dhe fraksionet të tjera palestineze ishin të angazhuar për marrëveshjen e armëpushimit, ndërkohë që bëri të ditur se Trump i kishte siguruar se lufta kishte mbaruar. Haya konfirmoi se Hamas do të dorëzonte të gjithë trupat e pajetë të pengjëve izraelite që humbën jetën në Gaza, pavarësisht vështirësive ekstreme. Gjatë natës silanpas, autoritetet izraelite konfirmuan se grupi militant kishte dorëzuar trupin e një tjetër pengu izraelit, çka do të thotë se deri tani janë kthyer 13 nga 28 trupat e pajetë të izraelitëve të marrë peng nga Hamas që humbën jetën në enklavën palestineze.